pika lojës ishte i qik me siklet. Po. Do e shofim si do eci, unë nuk hedh gjë poshtë edhe asate nuk hedh kur poshtë, se unë kur kam koherencën t'i e di. Që e ke ruajtur nga dita e parë deri tani? Po, nuk del kur, po unë mblodhe në qikë sa gjera. Se kutia Pandorës nuk është e pa. Do flasë. Dhe është e vetme që do e marrësh vesh. Kështu që prandaj e deklarova aty që do e gjetë një person që do e marrë vesh. Po ti nuk duhet ta thuash këtë. Sepse kam nevojë, është në dorën time. Okej, është në dorën time. Të di unë, da që them, gjash mos e them. Mirë, okej. Be, do di unë kur do e them, as do e them. Unë jam shumë e bindur që ti ke bërë zgjedhjen e duhur. Po qoftë se do ta marrë vesh tash një person, ai je ti. Kaq. Dhe kjo do të thotë shumë. Normal që do të thotë shumë. Unë s'kam nevojë t'i mbroj njerëzit. Njerëzit i mbroj edhe me veprime. Kam nevojë unë të ndryj për njerëzit. Dhe e ke bërë deri tani, nuk e vjen në diskutim. Mos vi asnjëherë në diskutim veten tënde. Asnjëherë. Puna është që mos ta marrin për dobësi. Unë i kam parë gjërat nga afër dhe kjo është arsyeja pse ndryshova qasje nga dita e parë deri. Mos ta marrin për dobësi ndjesitë që kam unë. Nuk ti marrin. Nuk ti marrin, thjesht thash. Mbi gjitha respektin dhe situatat që kam marrë unë përsipër, që të vi kjo situatë që të vi këtu. E di, po thash, mos e gjyko me... Dhe interpretimi, dhe mua më godet interpretimi i situatave. Kjo më godet më shumë. Sepse interpretohen si të kenë ata interesin. Dhe kjo është problem shumë i madhë. Jo vetëm këtu, po është në gjithë shoqërinë. E di. Interpretimi i situatave si mbas interesave. Dhe kjo është gjëja më absurde që ndodh. Megjithatë, ka kush i gjikon këto gjërat, secili bën lojën e vet, secili bën jetën e vet.